Mirë shikues të nderuar, do të shkojmë këto momente me një lajm të fundit. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin ndaj të akuzuarve për sulmin terrorist në Banjsk. Pas 2 vjet e 6 muajsh nga sulmi, është Vladimir Tolić dhe Blagoje Spasojević, të cilët janë dënuar me burgim të përjetshëm, kurse Dušan Maksimović u dënua me 30 vite. Nga sulmi terrorist i shtatorit të vitit 2023 mbeti i vrarë rreshteri polici 50 vjeçar nga vushtria Afrim Bunjaku. Do ta ndjekim këto momente një pjesë vendimit. Përshëndetje për gjithë. Sot jemi mbledh me vazhdu me shpalljen e aktgjykimit. Paraprakisht ju tërheq vëmendjen gjithëve që të runi rënien e qetësinë dhe mos të ketë asnjë lëvizje apo përshpëritje më të vogël, në të kundërtën. Personat përgjithës janë të obliguar me ndërmarrë gjitha veprimet dhe me largu nga solla këdo që prish rendin dhe qetësinë në gjykatore. Trupi gjykus, në përbërje prej antarëve trupit gjykus, nga dhënimoni kryetari trupit gjykus, me antarët e trupit gjykus, gjyqtarja Donik Shala Abdyli dhe gjyqtari Rahman Beqiri, pas këshillimit dhe votimit, kanë shmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shërtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete. Andaj në bazë të nenit 358 të kodit të procedurës penale, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić, Dušan Maksimović, me të dhënat si në procedurë të shërtimit gjyqësor, të gjithë të lartcekurit janë fajtor. Sepse me datë 24/09/2023, nga ora 01:00 në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić, Dušan Maksimović, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë të grupit tani të aratisur, me role të ndryshme, duke filluar nga roli i bllokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë personale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës nga Republika e Serbisë, me 10 vetura e disa prej tyre edhe të blinduara, të mbushura me anë të rënda, municion, raketa hese, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake. Fillimisht kanë bllokuar rrugët tek ura e fshatit me 2 kamion, pastaj janë shehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës Kosovës për të hequr kamionët dhe liruar rrugën, në ato moment i kanë sulmuar me eksploziv dhe armë të rënda. Me rast tek ura e fshatit ka mbetur i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çlirim Shashiri, Mirsad Kryziu, Sadat Dushi, son ky i cili ka vazhduar deri në orën 15, ku shumica dërmuese e këtij grupi janë arratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. E gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizojë dhe shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike e shoqërore të Republikës Kosovës. Përmes këtij plani mirë të organizuar, përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë tentuar që të shkëpusin pjesë veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe dhe këtë pjesë të territorit ja bashkojnë Republikës së Serbisë. Me rast si rezultati i dhunës së përdorur, ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Me këto veprime, të akuzuarit kanë kryer veprat penale, kryerja e veprës terroriste në ndërlidhje me vepra të rënda penale kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në mbështetje të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vijën. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqyrtuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Tolić e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqyrtuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shqyrtuar me dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuar Blagoje Spasojević, Vladimir Tolić, Dušan Maksimović, me aktvendim të veçantë ju vazhdojnë masa e paraburgimit deri në plotësueshmërinë e këtij aktgjykimi. Konfiskohen sendet e sekuestruara, respektivisht mjetet të cilat kanë usuar kryerjen e veprës penale. Lidhur me
Shiko, të ndërroj ishte pikërisht pra ky vendimi ku për sulmin në Banjsk të veçanët me 24 shtator 2023 u vrar shteri i policisë Kosovës Afrim Bunjaku, i pranishëm ishte edhe Dushan